Hajde pime dhe këto edhe ikim. Jo. Dua edhe një tjetër. Po përvon tani do në bërë merak në shtëpia. Gjithmonë shpinë tonë bëhe merak. Shtëpia meraqeve e mine. Mos e ka hallin e tyre ti. Ka hallin tënd. Hallin tim? Ja të beton. Përkundës. Nuk e faj. Gjithë ky poet jam e simpatiku. Poet? Shoj me mua. Whisky. Birë. Cigare. Ti ka hallin tënd. Hallin tim? Jo përkundërse. Të beton. Ti akoma nuk më ke pyetur. Pse piva? Pse erdha me ty? Do më thëmë tek ty kështu. Tek ti. Gramatika, o zot. Kamerier! Po mirë ma që rëndësi ka. E rëndësishme është që ti e këtu. Edhe unë jam shumë i lumtur. Pastaj... unë të kuptoj. Ku kupton që ti? S'kupton që... Po mirë, unë kuptoj shpirtin tënd. Shpirti im është shkruar kinesçe. Di kinesçe ti? Po sigurisht që di. Edhe me aq kinesçe sa di unë mendoj që ti ke kaluar një breng shumë të madhe. Pastaj të shpërtheu damarja dhe doli shpirti rebel. Doli shpirti im rebel. Nuk është ty pa do të brenga, rruga. Nuk është ty pa do të. E diti me kë kam pirë. Po që rëndësi ka tani. Me një prostitut. Po më njeri është dhe ajo. Çfarë njeriu se? Ishte shumë e mirë. Më tha diçka nga forca e saj, po nuk e kam. E humba. Me. Dija. Hajde qohemi tani. Do të përcjell deri në shtëpi. Hajde. Jo. Po hajde pra tani, hajde. Po jo. Qohë se u bëm bon, hajde. Qohë pra, hajde. Ngrihu, hajde, se do shkojmë bashkë në shtëpi. Një minut. Mua në shtëpi. Po shkoj. As tek ti nuk më vjen. Ku të shkoj?
fal. Mirë. Ajde, qo, Dani, qo. Qo, bra, qo. Ku Dani? Qo, Jo, 1 minutë, më duhet pi pra. Mirë, qo, Dani. Mirë, ajde, se do pimë vend tjetër, hajde. Jo. Hajde. Vend tjetër? Po, hajde. Do të bëhet natë unë. Po pra jetë natë, hajde. Hajde, qo. Po mirë pra qo, hajde. Hajde. Jetë natë. Po pra jetë natë, hajde. Çanta. Çanta, po dhe çantën. Hajde. Po prit, do paguaj unë. Po hajde, se paguaj. Janë të paguara, po hajde. Kush i pagoj? Mami, qeli. Zon. Shumë, se nga lojti, nga mund të nga lojti. Po ti ç'ke? Pse rri kështu? Pse ndjen keq? Nuk e di. Se si më dukur unë ndam sot në mëngjes. Si tu duk më di, çfarë të tha, ha? Të shkoj tek një shoqe më tha. Ishte e shpërfituar. Fliste me vetëm, shikonte me ca sy që më tram. E dëgjon Doro? E dëgjoj. Mos të bëj. Të shtia fal. Qa jam unë? Kush më dëgjon? Një cop baba që se dëgjojnë as fëmijët e vet. Ha, marrë betim. Asgjë. Si asgjë. Zebra, kjo dhe nuk ka dhe komisariatët dhe nuk ka asë një aksident së gjarë. Mirë, më si i bëhet, ku të pjesim, ku ta kërkojmë? Nuk dishtë. Nuk di që thuash. Po ne shtë thek. Po nuk di të ti që je shtet. E ti ne që jemi popull. Shtreqin keqin të qa vjetë. Pse për te? Po nuk ka pa i shkreti, po në luan më të kokës, po në luan. Po pra je të të besh. Se ju kemi juve plut. Aman, Duri, që të sot, keqe. Po jo. Ata janë qefin e tyre. Ata po puthen. Nuk të ketë vajtë unë që ta marrë mirë. Betim, të keqe në zana pyet edhe një herë. Të keqe. Bibam. Kujdes. E që të them më shumë për sot, përveç që ego bibam. I got love, baby. I got love, sister. I got freedom. Mirë. Është ora oqë, edhe orën tënde kam manë të ndërni. Gjema, ti më është pori. Mirë, Ti më është... Gjema është poet, qa është Gjema? Ja, poet e ti. Poetesh, që Poetesh kjeti? Poetesh, Gjema. Nëse Gjema është... Qadë. Gjema është një kushtë. Po që be Dorini kjere? Po që e bërë këshu ma i do bërë? Gja. Ti ku qeni, e? Hajde me mua kujdes. Hajde tani. Natëm. Kujdes. Në duhet të paroj. Do të pini me një gotë sonte. Më të njëza, më të njëza. Jo. Do të pini. Gotën e tekesime. Qa janë këto marzira tani, hajde. Ose gotën e vdekjes tënde. Mirë, më vrit dhe mua, po kujdes të shkallët këtu. Ik tani. Natë me mirë. Pse kështu a djerë? Gja. Po që ke bërë vajzës? Po të lutem.
O ke motër ti, as ke motër. Po qeqa, nuk jam unë nga ata që mendon ti. Unë atë e kam shoqe. Po ndonjë ditë tjetër do të sqaroj. Po s'ka nevojë për sqarimin tënd unë. O plera. O rrugaç. Si e prish kjo bash më. Keni të fare nga gjema. Pse më shikoni ashtu? Më shikoni sikur të jam Lola. Po unë jam Lola. Po jo më di, u bëm merak se erdhe vonë. Ku ishe më? Rrugëve, baba. O, bravo. Bravo të qoftë. Po se lozim mënsh në këteja që bën juve. Lola. Daj. Unë isha me një prostitut. Kam tjerë me një prostitut. O, zot, që po na shojnë sytë me këta fëmijë më? Mirë se nuk u bë Kemeli. Ka patur ndonjë ditë lindje, ndonjë fejesë. Jo, daj, jo. Unë piva me një prostitut. Po mirë më daj, mirë, dakord, ke pirë një gotë, s'ka problem. Që gota dërzi? Kjo ka këthyre shishen. Bravo, babi. Babi, shishe, kam pjerë shishe. Hajde me hallën të shish në domë. Jo, alla, jo. Jo. Hajde dhe. O, babi, unë piva. Kisha nevojë. Hajde me O, babi, më faj. Lola, shpirti motër, hajde Babi, shpirti. po nuk duhet. Unë të duhet shumë, më faj. A shpirt ka përta. Hajde shpirt bashkë, hajde shtrimi bashkë. Kam frikë. Një tjeta. Një tjeta. Si u gdida me? Unë mirë u gdida, po. Ti, mos je një tërgje ke shkallët tona, mbrëm. Jo. Si jo? Mos ke qenë tap ti edhe se mban mend. Jo, më mbrëm s'kam pira si pikun. Oh, Po ti pse pjot? ke shkalla jon, aty, nuk e hyrja e durimit, kishin vjell, more gjema, kishin bërë ilaç fare. Qelbe i dënjaja era alkool. Mora vesh. Kjo më kalën tërnatën pa gjumë. Kushtë la pa gjumë? Vajzë e durimit. Ishte bërtap e sëllën me taksi, një zorzop. Ajo e vogla? E madhja. Madhja? Po vesh ta shie si ishte katandisën. Që më the, more gjem? Jo nuk e besoj dot. Ajo është në me të vajzë, Lola e deur tap. Jo nuk të besoj për ndër. Po për kokën tënde nuk të dinjej. Po qa nuk i kam thënë ati maskarajt. Që më the, more gjem? Kjo është hapu dhe të futesh brenda, more gjem. U prish dënjaja, u prish. U prish, o Lola e bedrije. deur, thot. U prish, o bedrije, po mas e ngelet në një thop e pa prishur. Prish fare, u prish.
Zoti Bojar? Po? Jam ai gazetari që kishit kërkuar. Po. Urdhëro ulo. Këto celularët na bën butallë fare. Duket sikur jemi mendje mëdhenj, sikur nuk ja varin njerëzve. Rudi, çfarë do pish? Jo, faleminderit asgjë. Erdha thjesht tu takoj. Merr diçka, çfarë pion zakonisht? Mirë, pra, më sill një kafe. Tjetër. Jo, asgjë, faleminderit. Edhe një whisky. Dhe më thënë ti e ideali që të bien lulet ballit edhe nuk të dridhet qerpiku fare, Ideal trim, më pëlqen. Faleminderit. Edhe shtypi ka nevojë për gazetar të tillë. Vetëm se koha është pak sa e rrezikshme. Po, me që kemi hyrë këtij zanati, kemi marrë parasysh gjitha. Mirë, po është puna se nuk e din se nga të vjen. Miku im tha se kishit kërkuar një artikull për firmën tuaj. Nuk është në gjë e rëndësishme. Firma shkon mirë. Pastaj jo për vete, po më tepër për punonjësit që t'i krijoja një lloj satisfaksioni. Edhe për opinionin përgjithësi, që të mund të njohin se cilat janë firma serioze dhe të pastra, sepse në këtë qerata vend nuk niket biznesi. Më falni, unë për çfarë duhet shkruaj konkretisht? Konkretisht nuk them të ham një drek, pim në gjë dhe bisedojmë shtruar. E di si është puna, unë merrem edhe me një çështje tjetër, edhe nuk kam kohë, duhet të rjavë. E di? Merresh me një çështje krimi, një vrasje apo tentativë vrasje të një djali. Po. Edhe kërkon zbulosh se kush fshihet pas kriminalëve. Po. E shikon që ti kam lexuar artikujt? Ndoshta e zon sot, po ne mund ta zgjidhim një ditë tjetër, nesër pas nesër. E di si është puna, unë jam shumë i thënë. Jo, për të krijuar një mendim më të qartë për firmën. Pastaj mund të bisedojmë edhe ndonjë gjë tjetër. Diçka tjetër? Çfarë tjetër? Për shembull, ju mund të shkruani her pas here për firmën tonë. Ti jeni si një lloj korrespondenti. Po ju jeni sigurt që unë mund të shkruaj çdo javë për firmën tuaj? Po nuk është puna të shkruash çdo javë, mund të shkruash një herë në muaj. Sa merr aty në gazetë? Merr 200.000, 300.000 në muaj? Afërsisht. Unë për një shkrim të jap rrogën e 3 muajit. Si duket? Goxha shumë, por kam frikë se tatim fitimin dhe ta kem shumë qartë. Ishte një në të qëndë, se daj më mëndin aty i poeta. Si që kam një siklet të tiqa. Na, hajtë të limonin se të bënë mirë, të mbledhë stomak. Faleminderit. Bosi jam. Do të në kushinja. Jo, alla shkojnë punë, se babaj ka delë shumë vjerë. Sa turpë më janë. Si do të dalë për para. As kurse vrit më. Pastaj as ata vetë nuk kanë për ta përmendur më, as halla, as babi dhe as daja. Se ishte të daja? Po, së kujtoj. S'ma në lasion. Se ca turp. Po, gënë. Kështu që në të gënë. Se me rrugini në që ty? Po të mbron në atë që kështë pirë me një prostitut? Të shonë një prostitut, shërgon që e një të ditë e fundit. Po. Në gjallit ca idera, ki dish me mbi botën djerën, ka shpërbën të atë të njësa iku. E një makinë. Pas të një të rrugini, dhe? Pëtëm të dy bashkë një makinë. Së ndajmënd. E ka vetëm shpirë më nësë mërej. Kështë di që kam tralisur. Se për të thëmë vërleta. Se kjo dhe që janë. Se ke që thonë tani. Dhe se ke prit. Qa më t'i ke shtanë?
Atë që nuk duhet ja them kur. Qa që nga ti që do t'ja thua shkur, Gjanëm, se na hëngret. Me një të shëri kam fund. Kam fundi që ka për dashurin, pastaj tekja dashurin, tekja. Sa në gjotë i shqip, në ujë, gjotë. Të lutem që të sonë. Shtryu në qik, shtryu flenë qik. Në të Po fol një fjallë, o Gjem. E që të them, mbra mu bëkoha për shi, por nuk ras një pikë. Ra në shtëpi time. Ra shi, ra breshër, u bë fortunë. Më duron, kam kaq kohë që duhet të them. Ishte më thush. Unë e njoha të djalin. Cilin djallë? Po aty që solli fortunë në shtëpi tënde. Isha këtu kur erdhi me të vi. Ama i kam bërë namin. Njëre këse muhabet. Se s'di ku ta mbaj këtë të shkret. Tek i me bia, apo tek i mbirë që janë zonë nga spitali e dërguar në burg. O ke të drejtë. O të ranë të gjitha hallet me njëherë. E po fundi hallet për njeri unë jam. Edhe Zoti prandaj na i dërgon. Shpun ka Zoti me hallet tona. Ja bëjmë vetes. Ja bëjmë njëri tjetrit. Na i bëjmë në fëmijën tanë. Lori me ka nështruar, ajo është një ti. Të shirë që të ndimë. është shumë. Në kemi frikë që gërmami ka shosh? Pse vini në sferat e vëzëshme? Në të pësëmë. Sot në ardi kur të minë pa. Në du t'ja thënë s'kët. Kemë shtymë të kërkoj më te. Këta njerës që shikojnë bu, që takoj kudo. Kam halë. Edhe as kush nuk pyet për ta. Nuk do t'hesh dorë deri sa t'i shkojnë në fund. Nuk do t'i ndahen. Çfarë do që të ndodh? Kur? Jari, që kisha atë kuti që sëllën brëm në butik? Do e marrësh atë kuti ta pusësh në një valigje. Ata është ajo kutia që morat në të gvila? Ajo është, do e marrësh dhe do e qosh diku. Po ti. Ku ta qoj? Ta premo në adresën, ja kur ke dhe skicën këtu. Po pse unë? Po sepse unë nuk mundem. Bile, edhe ti o tamam, do të marrësh Bedrien, ajo do e qoj atje. Që keni këtë shtëpi, Jari? Bas të pisliqeve tuaja? Më duke se po pyet sa si shumë. Do marrësh valigjen ta qosh atje. Unë nuk ngatrohem. Pastaj ku e di unë çfarë kemi aty brenda ju? Në atë kuti ka një mall që kushton $300.000 dhe që gjysmat janë tona të butallaqe. 300.000 $. Po mirë se ulëm dikune. Të pim diçka. Mos u tallë të luta. Di se kam bërë rrugën për këtu? Nuk e se mbrëm do ta kem bërë. Sa shikoja kafenë, më dritej trupi. Dash më shtypi makina. Mirë një kafe dhe mund ta kisha pirë. Kam pirë 3, po. Larg rëmujës dhe rëmetit. Për mbrëm. Të luta më falë. Përse? Për mbrëm, për ato që kam bërë. Pra ishte një natë magjike. Mbrëm kam qenë të shmund. Ishe mrekullueshme. E di që më ka habitur me atë temperamentin tënd, me atë shpërbimin tënd. E di që po të bish prapë të bëhesh poete e madhe. Se të vjen poete e madhe. Jo, dhe aqe vogël nuk jep. Kush e di që kam thënë mërsire. E di çfarë harroj, e zërë se nuk kam qenë. Ti mbrëm ishe shtëpi, ishe fantastike. Papo.
Duhet kam të ngjëra që funksionon, ha? Nuk e para si të përkohën nëse. Të kam folur në diçka për vdekjen. Vdekjen time, sigurisht. Pastaj edhe vdekjen tënde. S'mbaj mend ndonjë vdekje. Dashuri po, mbaj mend. Më fal. Më drejtohesh. Jam e lodhur. Të tregoj diçka? Më trego. Mbrëm basi më ndam bashk. Kam shkruar një poezi. Mbrëm ndeshi. Kur drejt me erdhe ti, qielli u qa. Doli dielli dhe unë flisja me Perëndi. Çfarë të tha për mua? Sekret? Po drita ku do kemi? Po, kemi ide. Po, çfarë njeri ju kam qenë brava. Lola ti mbron ishën magjike. Edhe, të harëm atë që më dhëmë. Premton? Po. Mami më thëtë. Si ndjeni tani? Disi. Në spital ishit mjafti turburuar në të shfarë dhe punuat. Mbas edhe nuk I mbaj mend gjithë ato që kam thënë. Po thuj se nuk një thënë asgjë. Megjithatë ne u interesuam për atë që qelloi mbi ju. Sigurisht për të fituar kohë. Kemi rënë në ca gjurma, por peshoj. Si thua, fillojmë? Dakor. Ne kishim ndaluar një vajzë në akuzën për trafik droge dhe për favorizim prostitucioni. E di këtë. Po ajo vajzë ju akuzoi rënd juve. Pastaj ju shpallët në kërkim si I dyshuar në një rrjet trafikantësh. Po zoti jetues, po unë nuk kam lidhje as me trafikant dhe as me rrjet trafikantësh. Po atëherë përse u fshehet? Përse nuk u dorëzuat në polici? Pastaj pse kërkuat të largohesh në Gomone? Kisha frikë? Kishe frikë? Po. Nga ne? Pata nga ju. Pastaj ku të dija unë se si më kishin ngatëruar ata. Cilët ata? Ata pra që merreshin me këtë punë. Kisha frikë se ata dyshonin se unë mos I kisha tradhuar. Po cilët ishin ata pra? Të them të vërtetën, unë nuk I njoh ata. Unë njoh vetëm atë vajzën me të cilën kisha edhe ca marrëdhënie. Ju keni quar një vajzë me makinë në Vlorë për ta nisur me shkaf pastaj? Kam quar një vajzë, por nuk e dija për çfarë e çoja. Po drogë me makinë keni quar? Kam quar një makinë, po se ç'kishte brenda në të nuk e dija. Kë? Kush? Kush? E le ty. E pra, le të ngjitet. Hyni. Gjertita, Mirë. jam... E di, ju ka dërguar Jari.
Pikërisht. Jemi komshi edhe ai... Po s'ishte nevoja për të urdhëroni ulin. Ju i keni dyret e hapura. Faleminderit. Ne ndoshta nuk jemi personalisht, po për ju unë kam dëgjuar shumë vite përpara. Emri juaj është i njohur si kineast i vjetër. Faleminderit. Bëhesh shumë filma atëre, ë? Vitet shkuara. Po tani me se merreni? Hiç, pension. Po pse s'punoni, mo? Të rritë kanë nevojë për vojën tuaj si kinopublicist, si profesionist. Po janë hapur tërë ato televizione private. Po çfarë ju ka sjell? Halli i djalit, nuk e di si ju a ka thënë Jari, po... Ishte ajo ngjarje në Bregdet. Kanë shkruar të gjitha gazetat. I mbirë është krejtësisht i pafajshëm. Është egzageruar, s'ka asnjë dyshim për këtë, dhe besoj. Po gjërat do të shkojnë në vend, do merrem unë me këtë punë. Ne si familje kërkojmë të ndiqet vetëm rruga ligjore. Po, rrugën ligjore, këtë desha të them edhe unë. Ikni pa merë. Faleminderit. Vetëm një këshill do t'jap. Jo shumë zhurmë, intervista në për gazeta, fjalët në për radio e tjera. Nuk kupton? Po. Se në vend që të ndreqim, prishim. Keni plotësisht të drejtë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Do t'u adim për nder kjo thjetë. Edhe sa e që të kemi ndonjë hall, duheni keni të hapë. Rrofsh. Faleminderit. Më falni që u shqetësova. Qëse e fjalë. Ditën e mirë. Ditën e mirë.